Presidenti Bajram Begaj dekretoi ligjin për amnistinë e cila u kalua me 8 vjet qershor nga parlamenti me 84 vota pro. Tashmë me dritë njëshile nga kreu I shtetit, ky ligj hyn në fuqi në 15 ditë pas votimit në fletoren zyrtare. Me 84 pro të deputetëve të mazhorancës, 1335 të dënuar me vendim të formës së prerë deri me 31 maj të 2026 morën lajmin e mirë për faljen dhe lirimin e tyre të mënjëhershëm ose ulje dënimi për vepra penale që përfshin kjo amnisti. 81 vota pro erdhën nga PS, ndërsa 3 vota nga PSD, PD dhe opozita në tërësi bojkotuan seancën dhe votimin. Në ditën e fundit para miratimit, Ministria e Drejtësisë zgjeroi amnistin penale duke shtyrë afatin e përfituesve nga 31 dhjetor 2025 në 31 maj 2026. Me këtë shtyrje nga amnistia penale përfitojnë lirim të parakohshëm jo vetëm ata që kanë marrë një dënim të formës së prerë brenda vitit 2025, por përfshihen dhe ata të cilët janë dënuar me formë të prerë deri me 31 maj 2026. Sipas kategorive të veprimtarive penale që përfshin amnistia, në total përfitojnë 1335 të dënuar në Shqipëri, nga të cilat 466 lirohen menjëherë, mes të cilëve 11 gra dhe 1 mitur, dhe ulët dënimi 868 të tjerëve të dënuar, nga të cilët 8 gra dhe 2 të mitur. Nga kjo amnisti penale u përjashtuan të gjitha subjektet e SPAK, të cilat nuk përfitojnë asgjë nga ky vendim I ri. Por çfarë parashikon kjo amnisti? Në hyrjen në fuqi të amnistisë lirohen menjëherë gratë që u kanë mbetur deri në 4 vite burg dhe burrat që u kanë mbetur deri në 3 vite, pavarësisht dënimi fillestar, një vendim që duhet të jetë marrë brenda afatit 31 maj 2026. Me përjashtim të veprimtarive të rënda penale përfitojnë gjithashtu gratë mbi 50 vjeç, burrat mbi 60 vjeç dhe persona që kanë qenë 18 vjeç ose më të vegjël kur kanë kryer veprën. Kategoritë që nuk përfitojnë nga kjo amnisti e plot, por vetëm nga një ulje dënimi me 1 vit, janë persona të dënuar për veprimtari të rënda penale, krim kundër njerëzimit, krime seksuale, vepra kundër fëmijëve, përfshirje në organizata kriminale ose korrupsioni, ndërsa përjashtohen personat e dënuar për krime kundër njerëzimit, krime kundër jetës, krime kundër shëndetit, krim kundër mjedisit, krim kundër pavarësisë, rendit të kushtetutës, krim që cënojnë marrëdhënien me shtetet e tjera, krim me qëllime terroriste, krim kundër autoritetit të shtetit, krim kundër drejtësisë, krim kundër zgjedhjeve, krimet nga brenda të armatosura dhe organizata kriminale, si dhe krim që gjykohet nga GKK.